Horoskopi ditor e diel 5 tetor 2025. Dashi, do kuptoheni më së miri sot me atë që keni në krah, dhe nuk pritet të ndodhin mosmarrveshje në çift. Edhe ata që kanë pasur vështirësi më parë, do ndiheni më mirë. Për beqarët priten romanca fantastike dhe emocionuese. Shfrytëzojeni sa të mundni ditën. Në planin financiar do i keni idetë shumë të qarta, dhe nuk do bëni asnjë gabim. Demi, ditë përgjithsisht e bukur dhe harmonike kjo e sotme. Do ruani të fortë komunikimin në çift dhe nuk do keni as pak probleme apo vështirësi. Beqarët gjithashtu do kenë një ditë të favorshme, mjafton të duan të përfitojnë sa më shumë. Në planin financiar nuk do ketë probleme. Asnjë nuk do arrit ju nxit të shpenzoni shumë amaramëndse. Binjakët, ka rrezik të bëni disa gabime sot në jetën tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin të ketë luhatje. Kujdes, beqarët nga ana tjetër do ndihen të lumtur sepse më në fund do dalin në takim me personin që kanë pëlqyer prej shumë kohësh. Në planin financiar do ju dalin disa vështirësi në mëngjes, por më pas situata do fillojë të stabilizohet. Gaporja, nëse përkujdeseni më shumë për atë që keni në krah, marrëdhënia mes jush do bëhet edhe më harmonike se sa ka qenë. Shprehni pa dorashka çdo gjë që ndjeni. Beqarëve do ju ndryshojë shumë shpesh humori dhe nuk do jenë gati për një lidhje. Në planin financiar nuk duhen ndërmarrë rreziqe, edhe sikur situata të jetë e qëndrueshme. Luani, Saturni do influencojë edhe sot jetën tuaj në çift. Nuk do jeni më të stresuar, përkundrazi, do dashuroheni ashtu si do e ndjeni. Vetëm disa beqarë do mund të kenë takime, të tjerëve do ju duhet ende të presin edhe disa kohë. Në planin financiar duhet fillimisht të bëni një riorganizim të gjendjes dhe të shohim në çfarë situate jeni. Më pas mund të merrni edhe vendime. Virgjëresha, do jeni edhe më sharmant gjatë kësaj dite dhe partnerit as që do i shkojë në mendje të mendojë për dikë tjetër. Marrëdhënia mes jush do jetë akoma më e ngrohtë. Beqarët duhet të reflektojnë disa herë para se të vendosin të dalin me dikë. Në planin financiar mund të keni disa vështirësi, kështu që mos nguroni edhe të kërkoni ndihmë nga specialistët apo miqt. Peshorja, gjatë kësaj dite do jeni të vendosur të merrni në dorë fatin e jetës suaj. Nuk do ju besoni as pak të tjerëve dhe do bëni vetëm ato që mendoni edhe ato që ndjeni. Beqarët edhe do jenë në kërkim, por fatkeqësisht nuk kanë bërë ta gjetur as sot personin që kanë ndërruar. Gjendja financiare nuk do jetë as pak në situatën e dëshiruar. Kujdes me shpenzimet. Akrepi, asgjë dhe askush nuk do mund të sjellë probleme në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do merreni vesh më së miri me partnerin dhe do i besoni vetëm njëri tjetrit. Beqarët do kenë disa takime të mrekullueshme, të cilat kanë për t'u ndryshuar jetën një herë për gjithmonë. Në planin financiar nuk do ketë probleme, megjithatë gjendja nuk do jetë në kohën më të mirë sa për të kryer investime. Shigjetari, jeta juaj në çift nuk do të jetë as pak e qëndrueshme dhe her pas here mund të ketë probleme serioze. Do kërkoni gjatë gjithë kohës që të dalë juaja dhe kjo do të jetë pika më e dobët. Beqarët do ndihmohen mjaft nga planetet dhe do mund të gjejnë më në fund shpirtin e tyre binjak. Në planin financiar tregoni sa më realist që të mos keni vështirësi. Britsjapi, ditë e mbushur plot momente të lumtura kjo e sotme. Do ndiheni për mrekulli në krahat e partnerit tuaj dhe nuk do doni për asnjë sekond të ndaheni prej tij. Beqarët do jenë kërkues dhe nuk do kënaqen me takimet që do realizojnë. Dijeni që persona perfekt nuk ka. Ditë shumë e vështirë kjo për sektorin e financave. Do ju duhet patjetër ndihma e familjarëve. Ujori, ka mundësi që klima për çiftet të jetë shumë e turbullt. Nuk do merrni vesh as pak me atë që keni në krah dhe nuk do hapni rrugë në asnjë moment. Debatet do jenë shpesh të zjarrta. Beqarët do kenë vetëm flirte dhe asgjë më shumë se sa aq. Fatmirësisht, financat do jenë të stabilizuara. Nuk do shqetësoheni as pak kur të kryeni ndonjë shpenzim të domosdoshëm. Peshqit, dëgjojeni këshillat që do ju jap partneri gjatë kësaj dite, sepse përndryshe mund të keni probleme serioze. Ndonjëherë duhet edhe të toleroni dhe të pranoni sakrifica. Beqarët do e bëjnë për vete personin që kanë ndërruar aq shumë. Në planin financiar do jeni impulsiv dhe nuk do mendoni për pasojat që mund të sjellë e gjithë kjo. Kujdes!